Përshëndetje, mirë se erdhat. Do t'isha vërtet shumë falenderuese në qoftë se më ndiqni, dhe të mos harroni që të ndizni dhe atë që është zilen aty, në mënyrë që të merrni edhe njoftime sa që bëj video të reja. Atëherë dhe më kam më tepër mundësi që të bëj video edhe më tepër dhe si rretoj të ndaj me ju dhe më tepër informacione. Pra, në këtë rast mbështesim edhe njëri tjetrin. Ndërkohë që nëse dëshironi që të prenotoni shërbimet të cilat unë ofroj, shërbimet me pagesë, këto mund t'i prenotoni nga numri i WhatsAppit, i cili mund të gjeni të gjitha platformat e mia, të gjitha profilet. Ju lutem më shkruani shërbimet të cilat unë ofroj, ose konsulte për më të themi që ofroj, janë analizë e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë. Ndërkohë që mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes, si dhe parashikimin në lidhje me tematikat e caktuara në të ardhmen ose zgjidhjen e tyre problematikave. Atëherë ditës se do të këshilloj që të dëgjoni parashikimet astrologjike, të gjitha parashikimet astrologjike, jo vetëm të mijat, është si fillim, do të këshilloj që të dëgjoni pjesën e përgjithshme, sepse ajo ndikon natyrën, ndikon shoqërinë dhe ne duke qenë se me pjesë e saj, automatikisht ndikohemi. Ndërkohë që pas kësaj do të këshilloj të dëgjoni ascendentin, sepse ky është më personal dhe si do ndikohemi më tepër nga shenja e ascendentit. Ndërkohë që pas kësaj do të këshilloj që të dëgjoni edhe shenjtë tuaj të diellit. Kur bëj parashikimet në lidhje me ciklin e hënës, të gjithë ata që e dinë do të këshilloj që të dëgjoni edhe shenjën e hënës tuaj, duke qenë se edhe hëna aktivizohet. Fillojmë me njëherë tek ndikimet që ka hëna e plot, është në datën 31 maj, do të jetë në orën 10:44 minuta e 55 sekonda, pra afërsisht në orën 10:45. Hëna e plot do të jetë tek shenja e Shqyrtarit dhe do të jetë vendosur tek një yll fiks, i cili quhet Antares ose Anti-Ares, duke qenë se ngjyra e Antaresit për këtë ylli fiks është e kuqe. Në të njëjtën kohë, kjo është një hënë plotë e cila do të aktivizojë edhe 3 nga kalorësit qiellor. Ne kemi 4 kalorës qiellor ose kemi 4 kryeëngjët e qiellit, ndërkohë që nga kjo hënë plotë do të aktivizohen 3 prej tyre. Pra, kjo është një nga hënët e plota më të fuqishme sepse ka një aktivizim vërtet shumë agresiv të qiellit në këto momente ose gjatë asaj hëne të plotë. Prandaj dhe ndikimet janë shumë të fuqishme, janë shumë të furishme më të themi, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek ylli fiks që sapo përmenda quhet Antares, dhe kjo do të thënë që kemi shtim vërtet shumë të madh të agresionit dhe të luftës, pak më tepër që është në ndikimin edhe të feve në përgjithësi ose të besimeve. Kjo do të thënë që fet mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e agresionit në këtë moment, ose besimet, fanatizmi, gjë që mund të çojë edhe në përçarjen edhe të mëtejshme të shoqërive. Është roja e lindjes roja e perëndimit në të vërtetë Antarese, dhe duke qenë se dhe dielli do të jetë vendosur tek ylli fiks që quhet Aldebaran, dhe siç e thash është ylli fiks tjetër i cili është përfaqësuesi një prej kalorësve qiellor. Ky është kryeëngjëlli Michael ose Mikael, dhe është roja e lindjes. Kjo do të thënë që kemi një luftë të dukshme midis lindjes dhe perëndimit, vdekjes dhe lindjes, dijes dhe paditurisë, dritës dhe errësirës. Prandaj është një nga hënët e plota më të fuqishme. Mund ta kemi vënë që tani që kemi një rritje shumë të madhe në agresion, duke qenë se ndikimet e cikleve të hënës fillojnë që të ndihmë shumë përpara. Pak më tepër që hëna e re, e cila ishte tek shenja e Demit në datën 16 maj, ishte një nga ndikimet më të fuqishme që kishim gjatë muajit maj, sepse fillonte një cikël i cili prekte fëmijët, prekte në mënyrë të dukshme edhe marrëdhëniet që ne kishim me materien poshtë në matë shpirtërore, ndërkohë që kjo hënë e plot do të jetë kulmimi i këtyre tematikave, si edhe përçarja në për këto arsye më të themi, mund të bëhet edhe më e madhe. Ndikimi më i rëndësishëm gjatë hënës të plot është, siç e thash, ndarja tashmë në 2 grupe, ose thellimi edhe më tepër i dualitetit që ka të bëjë me personat që do të zgjidhin dijen dhe ata që do të zgjidhin errësirën.
ose pa diturinë, sepse dia dhe drita është e njëjta gjë. Kjo do të thotë që do të ketë shumë persona të cilët do të zhyten edhe më tepër në fanatizmin e tyre, madje për ta mbrojtur këtë, mund të vëmë re edhe një rritje shumë të madhe në agresion. Siç e thash, në qendër të gjitha këtyre është feja. Të gjitha llojet e feve, nuk ka se cila janë këto, është i njëjti konstrukt, është i ndërtuar në këto momente për të mbajtur njeriu pak a shumë të lidhur drejt një fanatizmi ose drejt një për ta mbajtur brenda kushtëzimeve të cilat në të vërtetë e pengojnë që të krijojë lidhjen e tij vetvetiu me hyjnorën, prandaj automatikisht këto lloj tematikash mund të thellojnë edhe më tepër. Kjo do të thotë që të gjithë personat të cilët kanë të vështirë që të heqin dorë nga këto lloj kushtëzimesh, mund të bëjnë persona vërtet shumë agresiv, që mund të vijë re edhe në rritjen e luftës që është vënë në këto momente në botë. Ndonse nuk është se jepen më lajme, vazhdojmë që të kemi një luftë shumë të acaruar edhe në Gaza, vazhdojmë që të kemi një luftë shumë të acaruar pothuajse në shumë pjesë të botës. Lufta në Ukrainë dim që vazhdon e të tjerë. Pra gjithë bota po vlon në këto momente, ndërkohë që kjo hënë plot është vërtet kulmimi i të gjitha këtyre. Do të ndahen pra, tashmë do të kuptojmë edhe ne se çfarë do të po bëhet. Dhe duam apo s'duam ne do të zgjedhim një anë. Këtë e thash edhe sot kur ishte tek CNN, por përsëris. Në qoftë se nuk zgjedhim një anë, prap do të thotë që e kemi zgjedhur, sepse në momentin që nuk reagojmë kundër padrejtësive, domethënë që edhe ne po e mbështesim atë lloj padrejtësie, si rrjedhoj, kemi zgjedhur anën tonë. Në këto momente që të jemi të drejtë është kusht. Drejtësia në këto momente do me thënë që duhet jemi të ndershëm, do me thënë që nuk duhet të gënjejmë. Kjo gënjeshtër, do me thënë, edhe gënjeshtër të bardha tashmë nuk në lejohen më. Duhet jemi vërtet shumë të sinqert, edhe ndaj vetes tonë, po ashtu dhe ndaj ambientit që në rrethon. Ndonse është një ndikim vërtet shumë i lodhshëm. Nga ana tjetër, shoqëria do të spastrohet goxha mirë, sepse do të kuptojmë vërtet se kush janë ato kokat të cilat ngatrojnë gjë. Prandaj edhe kemi edhe mundësi që t'i heqim ose të mbajmë një lloj distance dhe të ndërtojmë një lloj dinamike shumë më të shëndetshme, normal që nuk është e thjeshtë, sepse siç e thash, personat të cilët janë fanatik ose që në këto momente janë në atë kushtëzimin e besime. Po them besime, po kjo nuk do me thënë thjesht se është lidhje me fen, do me thënë vërtet që mund të kemi besime edhe në lidhje me shkencën, për shembull ajo mund të shndrohet në lloj feje. Si rrjedhoj, personat të cilët janë shumë të kushtëzuar dhe nuk dojnë që të dalin jashtë botës së tyre, sepse këtu kanë përfitimet e tyre për një arsye ose për një tjetër, normal që mund të bëjnë shumë agresiv dhe mund të dëmtojnë edhe më tepër rrjedhën e jetës në këto momente. Nga ana tjetër, siç e thash, në qoftë se ne si popullat, si shoqëri jemi më të vetëdijshëm, kemi edhe mundësi që ta avancojmë përpara. Tani për Shqipërinë kjo është një ndikim shumë i fuqishëm, pse? Sepse dielli në të vërtetë do të jetë i vendosur mbi ascendentin tonë, ndërkohë që Shironi është i vendosur mbi hënën tonë. Si rrjedhoj, në këtë moment popullsia në Shqipëri, njerëzit, populli pra, është të vërtet shumë i ndikuar. Ndikimi më i madh është se do të vijë re një problem përsa përket jetë gjatësisë. Masat që do të merren me vërtetë në mënyrë drastike për të rregulluar mirëqendjen e popullit mund të anashkalohen, si rrjedhë mund të kemi më tepër prapë në aksidenteve, duke qenë se agresioni është vërtet shumë i lartë, kjo na bën më të pavëmendshëm dhe kjo mund të hap rrugën e aksidenteve që e vëmë re edhe sot. Është si efekt i të gjithë ndikimeve që do të vëmë re nga kjo hënë plotë, kulmimi siç e thash është në fundjavë. Ndërkohë që Antaresi, i cili është i vendosur hëna, është edhe një yll binar, që do më thënë kemi dy yje që vërtiten rreth njëri tjetrit, kjo do më thënë që ngjarjet vijnë 2-2, nuk është se vjen vetëm një, nëse ka ndodhur një fatkeqësi, automatikisht pritet që të vijë edhe një tjetër që është pak a shumë më fshehur dhe rezultati ose pasojat e saj i kuptojmë vërtet shumë vonë. Për këtë arsye që të jemi të vëmendshëm ka rëndësi, ndërkohë që Antaresi, kushti i tij është që të jemi të qetë dhe të mos reagojmë në mënyrë impulsive, duke qenë se në këto momente kemi një kënd negativ midis Marsit dhe Plutonit, kjo bëhet vërtet shumë e vështirë. Gjithsesi, duhet të zgjidhim dritën. Kjo është këshilla e vetme që mund të jap në këto momente. Pra të mendojmë mirë përpara se të veprojmë. Jemi persona të cilët zgjedhin vetë dijen dhe jo kushtëzimet, ka rëndësi.
madje mund të them që është kushti më i rëndësishëm i kësaj hëne të plot. Nga ana tjetër kemi edhe një aktivizim shumë interesant, i cili është kalorësi tjetër, Kryeangjëlli Gabriel. Është një nga karakteret më pozitiv që kemi në astrologji, duke qenë se na çon vërtet drejt njohurisë hyjnore. Kjo do më thënë që lidhja që kemi me shpirtin është vërtet shumë herë më e fuqishme në këto momente. Të gjitha këto trazire që po ndodhen në botë, në të vërtet, arsyeja që po ndodhin është që ne të krijojmë atë lidhjen tonë shpirtërore. Por përsëris kemi disa kohë që faktikisht kjo është ashtu për mundoj që të kuptojmë. Kjo është edhe arsyeja që po preket edhe besimi edhe feja. Në mënyrë që ne të fillojmë që të bëjmë atë lidhjen hyjnore, ta bëjmë vetë të jemi më të vetëdijshëm për brenda në lidhje me veten tonë, me identitetin tonë. Kjo do të thotë që në këto momente kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që lidhje shpirtërore, pra të kryejmë edhe më thjesht, pak më tepër që kemi mundësi që marrëdhëniet që kemi njëri tjetrin ti forcojmë edhe më tepër. Arsyeja e kësaj është se lidhja me kolektivin forcohet në mënyrë të dukshme. E ndjejmë pak a shumë në mënyrë instinktive, pra se si mund të ndihmojmë njëri tjetrin, se si mund të mbështetemi tek njëri tjetri. I vetmja gjë që do të na pengojë, që na pengon, është kushtëzimi që kemi deri tek besimet ose tek diturit në thonjza, të cilat janë të gabuara. Ndikimi që kemi tek shoqëria, një në rreth të parë, siç e thash, kushtëzimet e besimeve, kushtëzimet fetare apo edhe të njohurive, diturive të gabuara, në këto momente janë vërtet ato që na mbajnë mbrapa dhe të cilat mund të shkaktojnë edhe luftra të mëdha ose agresion brenda popullatave së shoqërisë. Në Shqipëri ndihet vërtet shumë, duke qenë se masat që duheshin marrë në përgjithësi nuk janë marrë, prandaj dhe mund të kemi edhe një rritje në abstinencë siç e përmenda. Por kjo nuk është vetëm brenda Shqipërisë, edhe pse ne mund të jemi një nga popujt që dëmtohen më tepër, vjet re në komplet botën. Nga ana tjetër mund të kemi edhe ndryshimin e disa udhëheqësve ose ndryshimin të mënyrës së udhëheqjes, ose kalimin në një sistem më të rrept, ose në disa vende kjo mund vjet re që mund të zbutet në mënyrë të dukshme. Normale që vendet ku do të bëhet më e rrept, do të jenë vërtet shumë herë më tepër problematike, mund të marrin më tepër lehme në lidhje me to, ndërkohë që në shtete ose në vende ku do të zbutet ose do të bëhet më humane udhëheqja, mund të kalojnë pak më të paditura, pra. Pak a shumë që bota do të ndahet bardhë dhe zipra, po e themi në këtë mënyrë, duke qenë se që thash është lufta midis dritës dhe errësirës. Se çfarë kemi bërë, që se periudhë do të kuptojmë pak më vonë, do të jetë periudha e gushtit. Ndonse në këtë moment e ndjem veten vërtet shumë të sforcuar, ai që shoh për shembull mund të kalojë disi më thjesht dhe është pak a shumë një periudhë pushimi drejt që na çon drejt gushtit, sepse muaji korrik dhe gushti këtij viti do të jenë vërtet të vështira. Kemi ndihmë vërtet shumë të madhe, e cila vjen në mënyrë pothuajse të papritur, pra një lloj siç vinin probleme, në të njëjtën mënyrë vjen edhe ndihma në mënyrë të papritur. Në përgjithësi, personat që bëjnë më tepër ndihmë e shoqërisë në këto momente janë femrat, sidomos organizatat që kanë të bëjnë ose në ndihmën kundrejt femrave, ose që janë të udhëhequra nga femrat, do të jenë organizatat që vijnë më tepër në sy në këto momente dhe janë pak a shumë ato pilarët ose shtyllat të cilat do të mbajnë shoqërinë në këmbë, sepse në këto momente gjithçka pak a shumë është në rënim me sipër, në mënyrë të kryejë diçka më mirë, gjithmonë qëllimi është të ndërtojë diçka më mirë, them gjithmonë, por ky është një ndër momentet ku po përjetojmë rënimin. Nga ana tjetër, vëmë re që personat të cilët ja dalin mban, pra që nuk bien prej kushtëzimit ose zgjedhin dritën në këto momente, të fillojnë që të bëjnë re një rritje në rehati, në begati, madje edhe në luks në disa raste. Mund të kemi fitime të shumta nga trashëgimia, por kjo trashëgimi është e merituar, por i përsëris personat të cilët zgjedhin njohurinë, diturinë dhe zgjedhin që të mbështesin njëri tjetrin, ato do të bëjnë re shumë më tepër edhe ndihmën që vjen nga sistemi. Kjo sepse kushti më i rëndësishëm është të jemi të drejtë, pra nëse ne zgjedhim anën e gabuar, pra zgjedhim padrejtësinë që t'i mbështesim ato, qoftë edhe duke qenë spektator, automatikisht edhe sistemi ne na ndëshkon. Ndërkohë që personat të cilët zgjedhin që të bëjnë drejtësi, do të
automatikisht do të shpërblehen nga sistemi. Do të kemi ndryshime shumë të mëdha meteorologjike në këtë periudhë. Këto ndryshime mund të na çojnë edhe në fatkeqësi. Nuk po them se do të kemi shirat, edhe pse mund të kemi ato. Këto ndryshime meteorologjike mund të jenë më tepër ndryshime të cilat janë ulje ngritje të temperaturave, ose mund të kemi dhe vërtet probleme me tokën, me dheun, në disa raste edhe me ujërat. Duke qenë se është vërtet komplet qielli i aktivizuar në këtë moment, se nga vijnë këto fatkeqësi, për fat të keq, nuk dim se si të dallojmë tamam, nga çdo gjë mund të ndodhë. Pra, aty ku kemi qenë të pavëmendshëm, që nuk e kemi krijuar ashtu siç duhet, do të fillojnë që të shikojnë rënime. Pra, si rrjedhoj, kjo mund të vjetre edhe në rrugë, mund të vjetre edhe nga tërmetet të vogla, që jo të forta, tërmetet të vogla të cilat mund të prishin strukturat mbajtëse, si për shembull ura e të tjerë, dhe kjo mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme tek njerëzit. Të gjitha këto na detyrojnë që ne të shikojmë vërtet ato se çfarë kemi ndërtuar deri në këto momente. Pra, se sa e saktë është ajo çfarë kemi ndërtuar dhe cilat janë masat që duhet të marrim, por përsëris në këto momente të reagojmë, të fillojmë dhe të përdorim trurin ton, ka shumë rëndësi, mos harrojmë që nuk është se na kërkon njëri taksa domethënë për të përdorur trurin, ne kemi falas të vazhdojmë të përdorim për sa kohë e kemi të tillë. Në lidhje me mjekësinë, është një hënë plotë e cila ka ndikim pozitiv, ka vërtet një ndikim shumë pozitiv, duke qenë se gjatë kësaj hëne të plotë do të kemi Jupiterin, që është drejtuesi i kësaj hëne të plotë, vendosur tek një fiks që quhet Prokion. Prokioni është një nga yjet të cilat sjell vërtet shërim, kura shumë të shpejta dhe zhvillim shumë të përshpejtuar të gjithë teknologjisë që ka të bëjë me mjekësinë. Prandaj dhe në përgjithësi do të kemi ndikime pozitive, duke qenë se është vendosur tek shenja e gaforës. Kjo do të thotë që ndikim ato çfarë ndikon më tepër shenja e gaforës, domethënë pjesa e gjoksit për shembull, do të jetë shumë më tepër aktive. Pra, sidomos ato që kanë të bëjnë me kancerin dhe kanë të bëjnë me pjesën e gjoksit, pas në këtë rast femrat do të ndikojnë më tepër, do të kemi zhvillim vërtet shumë të shpejta pozitive. Problemet që mund të shkaktohen nga fisi, problemet të cilat mund të shkaktohen nga ligji ose që të jenë të shkaktuar nga besimet ose nga fet, falë këtij Jupiteri, nëse ne jemi të vetëdijshëm, ky është kushti, siç po vini re, jemi të vetëdijshëm dhe zgjedhim që të kemi drejtësi, kjo qoftë edhe kundrejt vetes tonë, atëherë automatikisht na shpërblet në mënyrë të dukshme, sepse marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria. Në përgjithësi ndihma vjen nëpërmjet femrave. Vazhdojmë që të jemi në një periudhë ku femrat luajnë rol shumë të rëndësishëm në krijimin e shoqërie të shëndetshme, edhe gjatë të plotë do ta vëmë re këtë si gjë. Gjithsesi, pavarësisht gjinisë, domethënë, në përgjithësi do të vijë ndihmë nga shoqëria. Nga ana tjetër mund të kemi edhe skandale, këto bëhet fjalë në lidhje me më tepër personat të cilët janë në krye udhëheqës ose të famshëm të njohur, sepse mund të marrin vesh që disa situata janë krijuar ose disa probleme janë zgjidhur si rrjedhoj e favoreve seksuale që kanë ndodhur midis këtyre njerëzve. Prandaj dhe mund të kemi disa ndryshime të dinamikave shumë të rëndësishme. Por përsëris nuk është thjesht tek udhëheqja, mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me personat e famshëm, të cilët në të vërtetë kanë një impakt shumë të madh në popullat, në shoqëri. Nga ana tjetër, në lidhje me shëndetin, kjo hënë plot, për fat të keq, kemi ndikime shumë të fuqishme tek rrugët kardiovaskulare. Është një ndikim shumë i fuqishëm sepse duke qenë se kemi një hënë të plot tek ylli fiks që quhet Antares dhe prek zemrën e akrepit. Kjo do më thënë që personat të cilët i kanë rrugët kardiovaskulare të dobta automatikisht ndikohen. Mund të kemi një rritje për këtë arsye edhe të infarkteve gjatë kësaj periudhe. Dhe personat të cilët nuk janë kujdesur për trupin e tyre ose që e kanë sforcuar në disa raste trupin e tyre, për fat të keq, mund të bëhet fjalë edhe për personat të cilët kanë abuzuar si me lëndet narkotike, po ashtu edhe personat të cilët kanë abuzuar për shembull edhe me steroide, si bodybuilding e të tjerë, edhe këta mund të jenë personat të cilët do të jenë vërtet shumë të prekur nga këto lloj problemesh.
Në qoftë se jeni personat të cilët keni pasur një abuzim të tillë në jetën tuaj, do t'ju këshilloja me ngujmë që të shkoni te doktori dhe të merrni masa. Kemi ende mundësi, e kemi këtë aftësi, pra duke qenë se hëna e plot do t'jetë datën 31 maj, kemi një javë përpara që të marrim masa. Dhe në qoftë se keni këtë lloj sëmundjesh pra në familjen tuaj, gjithmonë do të jemi nën kontroll, por në këto momente edhe më tepër. Nga ana tjetër mund të kemi edhe helmime, duke qenë se është akrepi, shenja akrepi pra, zemra e tij. Kjo do të thonë që të gjitha ushqimet në këto momente do të jemi vërtet shumë të kontrolluar se çfarë konsumojmë. Mund të kemi edhe ndikime tek marrëdhëniet në çift. Marrëdhëniet në çift në përgjithësi janë ose më thënë problemet që mund të dalin tek marrëdhëniet në çift në përgjithësi janë brenda për brenda, çiftet të cilat kanë dyshime brenda tek vetë njëri tjetri pra. Dyshime në lidhje me tradhtinë më tepër. Këto janë tema të cilat mund të bëhen edhe më të zjarrta në këto momente, si edhe mund të krijojnë edhe probleme të rëndësishme. Kur them probleme të rëndësishme, vërtet që mund të arrijnë deri në dhunë ose në disa raste edhe në vrasje pasioni. Prandaj dhe duhet jemi të gjithë të vëmendshëm, të kujdesshëm. Nëse e dini që një çift i tillë ekziston rreth rrotullush, mundësi që asaj periudhe mundoheni që të mbani më gjatë ftohtë, pra të qëndroni afër, në mënyrë që ta kalojnë këtë periudhë me sukses. Nëse ju duhet të ndahen, pra, sepse asnjë gjë nuk ja vlen për të dhënë jetën. Ndikime që do të kemi tek shenja e dashit. Shenja e dashit është një nga shenjat më të ndikuara nga kjo hënë e plot. Ka kënda pozitive në të vërtet, duke qenë se Saturni që ishte vendos tek shenja juaj ka kënda pozitive si me hënën poshtë dhe me diellin. Por duke qenë se drejtuesi juaj, që është Marsi, do të ketë një kënd negativ me Plutonin, vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të dëmtoni veten tuaj, sidomos nëse jeni impulsiv. Në këto momente për shenjën e dashit ka ardhur koha që të zgjidhni anën tuaj. Kjo do të thënë që të zgjidhni anën që doni të vazhdoni në jetë. E keni të thjesht faktikisht, do të thënë pavarësisht se gjithçka është e vështirë rreth rrotullt, zgjedhja shumë e thjeshtë sepse pak a shumë shkëlqen. Nëse doni të zgjidhni të bardhën, të zgjidhni të bardhën. Pra nëse doni të zgjidhni të zezën, mund të zgjidhni të zezën, sepse është ajo zgjedhja që shkëlqen më tepër. Duke qenë se kemi një rritje shumë të madhe të dualitetit nga kjo hënë e plot, normale që personat që do të zgjedhin anën pozitive ose anën negative, do të shtohen, ose më themi, do të bëhen më të qartë. Kjo është e vlefshme shumë për ju. Personat të cilët merren pak a shumë me ligjin, me drejtësinë që janë në këtë tematika ose në këto lloj profesionesh, do të kemë atë prioritet, por mund të përballen së fillim edhe me disa testime të fundit. Këto testime do të thotë që në profesionin tuaj mund të dalin përpara persona të cilët ju sfidojnë dhe që pak a shumë ju akuzojnë për diçka që nuk e keni bërë në të vërtetë, si do të qëndroni gjatë ftohtë dhe të mos reagoni, të mos i jepni pra më tepër mundësi që ata të përdorin, do të jetë më e këshillueshme dhe nga ana tjetër të mos gënjeni. Ky është kushti që ju keni, të mos gënjeni. Nuk do të thënë që duhet t'i thoni të gjitha të vërteta copë, domethënë, po them që nuk duhet të gënjeni. Duhet të zgjidhni fjalët në mënyrë shumë diplomatike, në mënyrë që pak a shumë të përdorni sisteme dhe jo të lejoni që të përdoren, pra. Kjo është një çështje e cila do të zgjidhet gradualisht duke filluar nga java që vjen, pas hënës së plot, por deri tek hëna e plot, të lloj personash, të lloj individësh do të dalin vërtet shumë në skenë. Pika ku ju ndikoheni më tepër është kjo, pra, drejtësia njerëzore, pastaj kalojmë te drejtësia hyjnore, e cila ju jepet në qoftë se i përmbani këtyre kushteve që sa përmenda. Dhe nga ana tjetër kemi një fitim vërtet shumë të madh, bëni persona që keni autoritet, duke qenë se bëni persona që krijoni respekt tek ambienti që rrethon. Por përses më tepër ndikohen në këtë pikpamje persona që merren me drejtësi, persona që edhe ata që janë në sistemin e edukimit, sistemin arsimor pra, edhe ata ndikohen në mënyrë të dukshme. Por të gjithë ndikohen, të gjithë ata që janë tek shenja e dashit ndikohen në mënyrë pozitive, në qoftë se zgjedhin, siç e thash, anën e tyre ashtu siç duhet. Kur bëhet fjalë për dualitetin, ka gjithmonë persona që do të zgjedhin anën negative dhe jo të gjithë janë të detyruar që të zgjedhin anën e mirë. Disa njerëz duhet të zgjedhin anën negative sepse ky është bota ku jetojmë, pra, kemi dualitet. Në qoftë se zgjidhni rrugën tuaj, do të jeni të suksesshëm, por në qoftë se
nuk zgjidhni atë, atëherë do të keni probleme. Problemet në përgjithësi për ju do të vjen re në të ardhurat materiale, do të humbni vlerat, pra, të konsiderueshme materiale në qoftë se nuk zgjidhni rrugën e duhur. Kjo mund të bëhet edhe një farë treguese në qoftë se jeni apo nuk jeni në rrugën e duhur. Në lidhje me shëndetin, jeni shenja me ndikuar, jeni shumë të ndikuar, në përgjithësi ato që përmenda në lidhje me rrugët kardiovaskulare ju prekin shumë, por mund të preken edhe nga infeksionat dhe si rregull të keni temperaturë të lartë. Prandaj mbajini imunitetin lart, të jeni aktiv fizikisht ka shumë rëndësi, por të mos e teproni, edhe kjo ka rëndësi. Shenja e demit nga kjo hënë e plot ndikohet tek të ardhurat materiale, marrëveshjet, mbylljen e cikleve që kanë të bëjnë me borxhe, marrjen dhe dhënien e tyre, padrejtësitë që janë bërë në lidhje me këto tema, për shembull nëse keni dhënë një borxh dhe ju është mohuar, ose në qoftë se keni marrë një kredi, sidomos nga organizata, nuk e di si quhen, nga vende që japin borxhe, domethënë kredi me fajs të lartë, me përqindje të lartë për shembull, dhe është kthyer në diçka problematike, sepse mund të jenë mafios për ata që japin këto lloj borxhës ose kredish. Këto janë tematika të cilat janë shumë më tepër në sipërfaqe në këto momente. Si rregull, kemi mundësi që t'i zgjidhim, por nga ana tjetër, në qoftë se jemi të pavëmendshëm, mund edhe të bien pre e këtyre tematikave. Për shenjën e demit, kjo është një hënë e plot e problematike, arsye më problematike është se e njëjta hënë do të ketë edhe një kënd negativ me Marsin që është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, prandaj dhe ju dëmton. Kjo dëmton edhe karrierën, në qoftë se nuk jeni të vëmendshëm, pra çdo vendim që merrni në këto momente do të jetë shumë i vetëdijshëm, nuk do të përzjeni me persona të cilët janë të pashëndetshëm, po e themi në këtë mënyrë, persona të cilët e dini që nuk janë të ndershëm, sepse të gjitha këto përzierës, të gjitha këto marrëdhënie mund të dëmtojnë në mënyrë të dukshme në produktivitetin tuaj dhe në figurën që keni në karrierën tuaj ose në pozicionin tuaj në karrierë, si do mund të keni dhe një rënje të dukshme. Nga ana tjetër, merrni një ndihmë shumë të madhe nga logjika juaj, vërtet që mendja mund ta përdorni në shumë efikase në këto momente, sepse Venusi që është drejtuesi i shenjës së demit do të jetë vendosur mbi yllin fiks që quhet Sirius, që është ylli më i rëndësishëm i sistemit tonë. Ky do me thënë që jep shumë begati, jep shumë komfort, luks dhe ekstravagancë, mjafton që të përdorni këtë logjik, pra që ju jepet, ju është dhënë në këto momente, nuk është se keni nevojë të kërkoni diku tjetër. Në qoftë se nuk e bëni këtë veç dhe nuk bëni zgjedhjen e dur edhe ju, një lloj siç e kemi të gjithë ne, dhe zgjidhni që të rrugën e shpejtë, më të themi, pavarësisht se mund të jetë problematike ose mund të ju duhet që të merret me persona problematik, atëherë normal që ndëshkoheni nga sistemi, por nëse jeni të drejtë zgjidhni anën që duhet të zgjidhni, drejtësinë pra, atëherë keni mundësi për të rritur. Jeni një nga shenjat që vërtet dualiteti në këto momente është i lartë, por nga ana tjetër keni mundësi edhe që të rriteni shumë nga ana ekonomike më tepër, dhe kjo është ajo që ju dëshironi. Arsye kësaj është se Aldebarani, që është i vendosur dielli pra gjatë anët të plot, ose ylli fiks Aldebaran, që është edhe zemra e yjesisë së demit, që jeni ju. Shenja e binjakëve, shenjat e ndryshueshme janë shumë të ndikuara, automatikisht ju jeni shenja më e ndikuar. Duke qenë se kemi të vendosur diellin tek shenja juaj dhe mbi të gjitha, do të kemi të vendosur edhe Uranin. Ndikimi më i rëndësishëm është duhet të zgjidhni midis vetes dhe partnerit, ose midis vetes dhe jetës që dëshironi të ndërtoni. Në qoftë se kjo deri në këto momente ka qenë e bazuar tek personat të tjerë, pra në qoftë se ju është dashur që të ecni krah për krah me persona të tjerë dhe nuk ka qenë e shëndetshme, nuk ka qenë ashtu siç duhet të ishte, ose ju duhet të hiqni dorë nga e shkuara në disa raste, ky është momenti në të cilin jeni të detyruar që ta bëni këtë zgjedhje.
Në radhë të parë duhet të jeni kushti që keni domethënë në këtë moment është duhet të jeni të sinqert me veten tuaj. Se sa doni ju të ndërtoni me këta persona që keni rreth rrotull, ose sa është kjo jeta që dëshironi të ndërtoni. Sa dëshironi të sakrifikoni për të ndërtuar këtë jetë dhe mbi të gjitha a jeni gati që të toleroni ngjarjet ose sjelljet e personave që keni në jetën tuaj në këto momente. Këto janë pikë pyetje shumë të mëdha të cilat duhet t'i jepni përgjigje shpejt e shpejt. Në të vërtetë keni mundësi shumë të mëdha që ta bëni këtë si gjë, duke qenë se merrni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Kjo vjen nëpërmjet femrave në përgjithësi, duke qenë se drejtuesi juaj që është Merkuri është i vendosur tek një udhëfiks i cili na jep ndihmë nga sistemi nëpërmjet femrave. Por në mënyrë që ta marrim këtë ndihmë, ne duhet të ndihmojmë të tjerët. Prandaj të bëni bamirësi në këtë moment është kusht. Nëse doni që të gjeni zgjidhje problemeve, sidomos atyra fatgjate që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale ose që kanë të bëjnë me ndërtimin e familjes, ose që kanë të bëjnë me ndërtimin e karrierës tuaj ose të biznesit tuaj, do të këshilloj të ndihmoni, të bëni ndihma të votbekëve në këto momente dhe ju si rrjedhoj ose si shpërblim sistemi do t'ju ndihmojë. Të gënjeni është ndaluar, vërtet duhet jeni të ndershëm në këtë moment. Në qoftë se jeni të ndershëm, automatikisht sistemi ju ndihmon, në qoftë se ju gënjeni, sistemi automatikisht ju ndëshkon. Është një lloj siç tek shenja dashe, por për ju është vërtet automatike. Mënyra se do ta kuptoni nëse jeni apo si jeni në rrugën e dur është reagimi i njerëzve që keni rreth rrotull. Tek shenja binjakëve, ndikimi më i rëndësishëm që do të kemi, siç e thash, është në qoftë duhet jemi të drejtë, duhet të themi të vërtetën në radhë të parë vetes tonë, pastaj të tjerëve. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, jemi të gjithë të ndikuar, për ju ndikimi më i rëndësishëm do të jetë në lidhje me sistemin riprodhues, do të jeni të vëmendshëm në këtë pikpamje. Jemi të gjithë të ndikuar faktikisht në mënyrë ose në tjetër, por për ju është kjo pika ku duhet jeni më të kujdesshëm, se nëse keni probleme ose sistemi urinar ose te sistemi riprodhues, do të këshilloj patjetër që të shkoni te doktori. Më tepër janë infeksione, por mund të kemi edhe probleme më të rëndësishme, prandaj pse jo merrni masa. Shenja e këforës. Kur kemi një hënë të plotë, gjithmonë ndikohemi, shenja e gëforës është ndikuar nga ciklet e hënës, prandaj dhe automatikisht, por pak më tepër gjatë së hënës të plotë, e një të hënë do të ketë edhe kënd negativ me Marsin që është i vendosur tek shenja e Demit. Ndikimi që kishte këtë javë është mund të kishim zhgënjime, ose më thënë mund të kishim ndikime nga shoqëria ose nga kolektivi të cilat na bënin që të kishim pak më tepër dyshime. Kjo hënë e plotë pak a shumë është kulmimi i këtyre tematikave. Sidomos ato që kanë të bëjnë me kolegë të cilët nuk kemi shumë të sigurt ose persona me të cilët punojmë që mund të jenë edhe brenda të njëjtit profesion pra. Edhe për tyre mund të marrim disa sinjale të cilat e kuptojmë që na bëjnë të kuptojmë që na kanë dëmtuar dhe kjo mund të na shpirë në disa rrugë të cilat janë pak të errëta, duke qenë se hëna mund të na bëjë pak më tepër impulsiv dhe mund të na bëjë që të reagojmë në mënyra jo të drejtë. Duke qenë se hëna do të jetë i vendosur tek shenja e shëgjetarit dhe mbi të gjitha tek një udhëfiks që është antaresi pra dhe ai shton shumë agresivitetin, por shenja e gëforës së periudha mund të bëhet shumë hakmarrëse. Kjo hakmarrje mund të jetë kundrejt padrejtësive, por në këto momente është e ndaluar që të bëhet diçka e tillë, për që të reagojmë dhe të ndëshkojmë njerëzit sipas drejtësisë tonë, është vërtet e ndaluar, duhet t'i lëmë vërtet në dorë të Zotit pra. Dhe të marrim masa për të ndërtuar jetën tonë dhe për të mirëmbajtur atë çfarë kemi. Të bëjmë zgjedhje kundrejt padrejtësive është diçka tjetër, por që ta marrim drejtësinë në dorë është diçka tjetër. Në këtë moment shenja e gëforës që të bëj zgjedhjen kundrejt padrejtësive që bën si ndaj vetes së tyre, po ashtu edhe në ambientin që rrethon është kusht, por që të marrë drejtësinë në dorë dhe të filloj të aplikoj vetë pra, kjo është e ndaluar, sepse në ato momente vërtet që ndëshkohet pothuajse më njëherë nga sistemi. Marrëdhëniet familjare në këto momente janë shumë të ndikuara sepse fillojmë që të perceptojmë vendin që ne kemi këtu. Nuk mund të them që është negative, por nga ana tjetër mund të bëhet pak e lodhshme sepse edhe këta mund të jenë ndër persona që na sfidojnë gjatë kësaj jave.
Nga ana tjetër kemi intuit vërtet shumë të lartë dhe marrim ndihmë nga personat të cilët i dinim si armiq në të vërtetë, por ne kuptojmë që faktikisht mund të kenë qenë persona që në një mënyrë ose në tjetër ne kanë mbështetur mbrapa krave, edhe pse kundrejt nesh ose kur na shikonin më të them, mund të jenë sjellë në mënyrë jo shumë të këndshme, ose ne thjesht i kemi keq kuptuar. Një nga këto. Shenja e gaforës është shumë e ndikuar në lidhje me shëndetin, është shenja më e ndikuar në këtë pikë dhe duke qenë se pjesa që prek shenjën e gaforës është sistemi tretës, sidomos stomaku shumë i ndikuar nga kjo hënë e plot. Nga ana tjetër mund të preken shumë edhe kafshët shtëpiake dhe të gjithë ata që kanë kafshë dhe që kanë probleme me shëndetin e tyre, do të këshilloj që të çoni tek veterinerët në mënyrë që të merrni masa. Ata që duan të marrin një kafshë shtëpiake në këto momente, është në moment i duhur, mund të them, pra është momenti që të zgjerohemi në këtë pikpamje, që të japim dashuri pa kushte. Në këtë momente është një nga kushtet që ka shenja e gaforës. Kjo do të ndihmojë që pak a shumë të krijojë karma pozitive. Pra nëse dëshironi që të krijoni karma pozitive, do të këshillojë diçka të tillë. Nga ana tjetër kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket marrëdhënieve që kemi me partnerët, sidomos personat të cilët kemi dyshime në këto momente, do t'ju këshilloja që të drejtoheni tek shtëpia juaj, tek familja juaj dhe tek shoqëria juaj, sepse këta mund të bëjnë persona që mund të mbështeteni në këtë periudhë. Arsyeja e kësaj është se nëse keni dyshime, në përgjithësi, në 99.9% të rasteve, këto dyshime janë të vërteta dhe ju duhen persona që do t'ju mbështesin. Shenja e luanit. Shenja e luanit nga kjo hënë e plot ndikohet shumë, është fillimet të reja, fillimi i fundeve në disa raste. Fundi në përgjithësi është tek çështje sentimentale, sidomos lidhje që ishim nuk dinim se ku qëndronim, ose ne ishte bërë padrejtësi. Në disa raste ku mund na kishin mashtruar personat të cilët kishin përdorur ndjenjat tona, ose anas tjetër, kur ne kemi përdorur të tjerë pra, dhe kemi thyer në zemrën dikujt. Kjo është një hënë e plotë e cila sjell drejtësi në këto tematikash. Kemi mbarimin për këtë arsye të shumë lidhjeve, si afat gjatë apo ashtu dhe afat shkurtra. Aty ku na është bërë padrejtësi, ne automatikisht kemi një farë reagimi kundrejt saj. Normalisht që nuk duhet të jemi agresiv në veprimet tona ose në reagimet tona, por që të jemi të prerë në këtë momente është kusht. Të themi të vërtetën, në qoftë se kapemi, domethënë, se dikush e vere që mund të kemi bërë një sjellje të pahishme, që edhe mund të kemi trajtuar, sepse kjo është edhe një nga temat që ka kjo hënë e plot. Atëherë duhet të jemi të sinqertë dhe të marrim përgjegjësi për veprimet tona. Ndërkohë që nga ana tjetër, kjo hënë e plot mund të thotë edhe krijimin e familjes, sepse mund të thotë edhe fillimin të shtatzanive ose fundin e tyre, pra mbarimin, lindjen e fëmijë. Si rrjedhoj për shenjën e luanit, domethënë edhe fillimet të reja ose mbarimi i periudhës keni që pak a shumë të shterur, si një ide, po ashtu edhe në lidhje me kalimin e jetë të ideve që mund të keni pasur. Krijimi i projekteve të reja në këto momente është i pashmangshëm për këtë arsye dhe falë kësaj keni mundësi, vërtet keni mundësi që t'jeni më të begat pas kësaj, në mënyrë instinktive ose intuitive e dini se si rrugë që duhet të ndiqni, duke qenë se Venusi është vendosur tek shenja e gaforës, tek subkonscienca juaj dhe merrni vazhdimisht downloadime nga universi. Pak më tepër që edhe Urani ju ndihmon shumë në këto momente, pra merrni një ndihmë shumë të madhe edhe nga shoqëria dhe arrini që të gjitha idetë, mendimet që keni të realizoni. Por përsëris, e vetmi kusht që keni në këto momente është që të jeni të sinqert, edhe ju siç ishte shenja e gaforës të mos veproni në mënyrë impulsive dhe ta merrni drejtësinë në duart tuaja, sepse drejtësia hyjnore vërtet që do të shkojë aty ku duhet në këto momente. Duke qenë se sistemi kardiovaskular është shumë ndikuar nga kjo hënë e plot dhe ju jeni shenja që e keni më të ndjeshme, automatikisht duhet jeni shenja që duhet jeni më të kujdesshëm në këtë pikë. Mos e sforconi trupin tuaj dhe në qoftë se keni probleme, shkoni edhe një herë te doktori dhe të jeni të sigurt, domethënë që po përdorni dozat e nevojshme. Shenja e
virgjëreshës. Shenjë virgjëreshës është një shenjë tjetër e ndryshueshme, prandaj automatikisht ka ndikime shumë të fuqishme. Për fat të keq ju keni të ndikuar marrëdhëniet familjare dhe karrierën. Po e them për fat të keq sepse në këto momente të gjitha padrejtësitë që janë bërë kundrejt jush dalin edhe më tepër në sipërfaqe dhe zmadhohen edhe më tepër, në mënyrë që ju të zgjidhni një anë. Në qoftë se ju keni bërë padrejtësi, kjo është edhe më tepër problematike, sidomos në qoftë se keni bërë thashë theme. Në këto momente e keni të vështirë pra, sepse duhet që të jeni të sinqertë, të pranoni, të mbani përgjegjësi për atë çfarë keni thënë. Në qoftë se është bërë padrejtësi kundrejt jush dhe është bërë thashë theme kundrejt jush dhe ju është penguar rritja në karrierë për shembull, në këto momente keni automatikisht më të thjeshtë sepse vërtet që sistemi ju ndihmon, ndihma më e madhe vjen nga femra, pra ata që kanë drejtor ose epror të cilët janë femra, pak a shumë ju jepet një farë drejtësie nëpërmjet tyre. Ndërkohë që personat të cilët kanë probleme familjare dhe kanë mbajtur balancat të cilat janë toksike të pashëndetshme, kjo fundjavë sidomos, drejt kësaj hëne të plot, edhe shtuna, edhe djela, që është hënë e plot, do të jetë vërtet shumë problematike sepse mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në agresion. Shenja e virgjëreshës është një nga shenjat të cila e ka punën pak pisk në këto momente. Duhet të jeni shumë të vetëdijshëm në çdo zgjedhje që bëni, por në momentin që bëni zgjedhjen e dur, jeni dhe shenja e cila ka ndikime automatike pozitive. Rritje automatike në karrierë, ndryshim automatik i mirëqenies që keni brenda propria shtëpisë, ndryshim i identitetit tuaj, karakterit tuaj, në përshtatje me atë çfarë duhet të jeni, me higher self, pra, me anën tuaj më të lartë shpirtërore. Nuk e di se si mund ta themi në shqip, pra, prandaj edhe po e them kështu anash, pak rëndësika. Pra për shenjën e virgjëreshës është një ndikim sa pozitiv, në qoftë se ju zgjidhni rrugën e dur, aq edhe negativ, nëse zgjidhni rrugën e gabuar. Merr një ndihmë shumë të madhe nga partnerët në këto momente. Të gjithë ata që janë të martuar, sidomos këtë hënë të plotë kanë shumë të thjeshtë për ta menaxhuar. Normale nëse nuk e keni bërë padrejtësi partnerëve tuaj, por nëse e keni bërë padrejtësi, atëherë ata mund të bëhen ndëshkuesit tuaj më të mëdhenj. Kjo është edhe një nga arsyet që deri ditën e diel do t'i këshilloj që nëse e keni bërë padrejtësi partnerit tuaj, të jeni të sinqertë dhe të fitoni zemër, pra, në mënyrë që të mund të bëhen ndihmë gjatë kësaj periudhe. Kemi një ndikim edhe në lidhje me shëndetin. Kjo sepse kemi shumë të prekur sistemi kardiovaskular, i cili për ju mund të thotë edhe një sforcim shumë i madh i komplet trupit. Prandaj në qoftë se ndjeni një farë debulese ose në qoftë se ndjeni veten tuaj që nuk keni fuqinë e zakonshme, do t'ju këshilloj që gjithçka ta bëni me moderitet, që ta sforconi trupin tuaj në këto momente, mund të çojë në dëme të rëndësishme tek organet, tek të gjitha organet e brendshme, pra. Prandaj të jeni të kujdesshëm në këtë pikpamje, ka rëndësi, dhe një nga temat e rëndësishme është që të mos fiksoheni tek detajet në këto momente, të jeni pak më gjakftotësia dhe le të themi, të mundoni të shikoni fotografinë të plot ka më tepër rëndësi se sa detajet të cilat janë të lodhshme. Shenja e peshores. Për shenja e peshores, vazhdojmë që të jemi në fazën ku kemi fat, sepse kemi mundësi që të shikojmë fotografinë të plot, kemi mundësi që të shikojmë të gjitha detajet dhe mbi të gjitha marrim një mbështetje shumë të madhe nga sistemi. Ju keni qenë një ndër shenjat që mund të keni pasur keni qenë të persekutuar, pra, në mënyrë të dukshme, si nga Plutoni, i cili ishte vendosur tek shenja e Briciapit deri në nëntor të 2024, pas asaj edhe i gjatë asaj kishim edhe nyjen jugore tek ju. Pak më tepër që pas kësaj kaloi edhe ndikimi tek bota e brendshme, të tjerë probleme që mund të keni pasur tek karriera, tek shëndeti e të tjerë. Kishim shumë probleme, domethënë që erdhën njëra pas tjetrës, në disa raste do mblodhen të gjitha bashkë, ndërkohë që në këtë momente keni fat. Kur them keni fat, nuk do të thotë që nuk keni asnjë lloj problemi në jetën tuaj, do të thotë që bashkë me problemin t'ju vjen zgjidhje të cilat ju bën që të avanconi shumë herë më tepër se çfarë keni qenë, të bëheni persona që keni më tepër begati pranë jetën tuaj. Ky është fiks një nga ato hënët të plota.
Ndonë se kemi shumë probleme, ndonë se mund të preket çdo aspekt i jetës, por ju kemi edhe mundësi që të gjitha këto ndikime t'i zgjidhni dhe t'i vini elementet aty ku duhet në mënyrë që të jeni shumë herë më të suksesshëm. Suksesi në të vërtet për ju vjen në zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar tek shëndeti dhe tek familja. Falë kësaj keni edhe mundësi më tepër që të fokusoheni tek karriera juaj. Hëna e plot do të ndodh tek shtëpia juaj e komunikimit, prandaj dhe që të mos jeni të nxituar në atë çfarë thoni ka rëndësi. Nga ana tjetër, në të njëjtën kohë duhet jeni shumë të kujdesshëm që ajo çfarë thoni nuk vret zemrën e personit përballë. Prandaj fjala kur thuhet duhet peshuar mirë. Në qoftë se ju i bëheni hakmarrës, pra përdorni fjalën tuaj për të hakmarrur, për të marrë drejtësinë në dorë, siç është tek shenja gaforës për shembull, atëherë sistemi ju ndërshkon automatikisht. Ndëshkimi më i madh për ju do të vitë në karrierë, sepse mund të keni një ulje të prestigjit, dhe kjo ulje prestigjit do të thotë automatikisht ulje edhe në të ardhurat materiale. Por në qoftë se jeni gjak ftohtë dhe siç e thash, jeni më të butë në mënyrën tuaj të komunikimit, zgjidhni fjalët mirë, peshoni mirë përpara se t'i thoni, atëherë do të ndodhë komplet e kundërta. Ju bëheni persona që keni më tepër prestigj, madje mund të tregojeni edhe si shembull në gjitha shoqërinë, edhe në qoftë shoqërinë ku jeni, po ashtu edhe në karrierën tuaj, në vendin tuaj të punës pra. Zgjidhjet që do të vinë në këto momente brenda shtëpisë janë vërtet shumë të rëndësishme, sepse mund të krijohen disa dinamika shumë negative në qoftë se ju jeni të pakujdesshëm, por nga ana tjetër duke qenë se do të nëse përdorni këtë moment ashtu siç duhet, zgjidhjet që krijohen në këto momente janë shumë afatgjata dhe ju ndihmojnë që normalisht jeni edhe më të lumtur sepse familja ka rëndësi. Shenja e akrepit. Për shenja e akrepit është një ndikim, nuk di nga të ka filloj domethënë, ka ndikim në çdo aspekt. Dhe janë pothuajse të gjithë të lodhshme. Të gjitha ndikimet që janë të lodhshme. Një në radhë të parë vlerat materiale dhe vlerat shpirtërore në këto momente janë të dyja duke luftuar me njëra tjetrën. Nuk dim se cilën të zgjedhim. Është e rëndësishme që të jemi të qetë shpirtërisht, apo është e rëndësishme që të kemi të anën materiale dhe të jemi të qetë nga kjo pikpamje pra. Duhet të zgjedhim anën tonë. Shenja e akrepit, në qoftë se deri në këtë moment nuk e keni zgjedhur se cila është rruga që duhet të ndiqni, jeni të detyruar ta zgjidhni. Domethënë është kusht në këtë momente. Pak më tepër që edhe trupi vazhdimisht jep sinjale. Ku keni probleme, çfarë duhet të bëni, çfarë s'duhet të bëni, duhet ta keni mendjen dhe aty pra. Nga ana tjetër, kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe tek karriera. Prandaj edhe zgjidhja mirë se çfarë do të bësh pra. Karriera në këtë moment, në qoftë se jep sinjale negative, këshilla do të ishte që të bëni disa hapa mbrapa. Në momentin që reagoni, vërtet reagimi mund të prishin shumë punë dhe madje mund të keni edhe një ulje në detyrë, si edhe në të ardhurat materiale, gjë që mund të shkaktojë që të fokusoni edhe më tepër tek këto lloj tematikash, edhe pse nuk duhet të fokusoni aty. Që të jeni të drejtë në ambientit që rrethonë, çfarë do lloj ambienti, edhe në rrugë po t'jeni dhe të shikoni pa drejtësi dhe të mbani anën e të drejtës pra, ka shumë rëndësi. Në këtë moment shenja e akrepit është shenja që po testohet më shumë se të gjitha të tjerat. Kjo sepse ka një shërim të plot pas kësaj. Në qoftë se ne nuk jemi agresiv, në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm, pra nuk veprojmë në mënyrë impulsive, kjo në plot do të na shpërblej vërtet shumë, sepse është sfida e fundit ose testimi i fundit i sistemit. Pas kësaj shenja e akrepit bëhet pak a shumë mbret. Shndërrohet në Phoenix ose në shqiponjë ose Kral Kobra, që quhen çfarë doni. Dhe si rrjedhor bëhet personi i cili e merr jetën e tij në dorë. Si në lidhje me familjen, në lidhje me të ardhurat materiale, me anën e shpirtërore bëhet me vetëdijshëm, lidhja me hyjnore bëhet automatike. Trupin e tij merr në dorë sepse percepton shumë më mirë se ku i ka problemet brenda anës së tij fizike, dhe mbi të gjitha që ishte pjesa më e bukur, më të themi. Nuk është se kemi më nevojë që të marrim kura nga jashtë. Kjo nuk do të thonë që të gjithë njerëzit do shërojnë pa ilaçe, por e kemi këtë mundësi për shembull. Duke qenë se kuptojmë shumë më mirë se si funksionon trupi jon, energjia jon chi, pra brenda trupit ton, kemi edhe mundësi që ta përdorim këtë lloj njohurish për të shëruar vetë pa përdorur ilaçe dhe të rrisim imunitetin ton.
Nga ana tjetër, sfidat që mund të kemi pasur brenda kolektivit, arrim që të kuptojmë se sa të vogla janë në të vërtetë si sfidat, po ashtu dhe njerëzit që kanë krijuar ato, dhe kemi edhe mundësi që të dalim përtej tyre. Shenja e akrepit, si rrjedhoj, është shenja më e sfiduar, që testohet shumë më tepër në çdo aspekt të jetës, por është edhe shenja që ka, si rrjedhoj, dhe shpërblimin më të madh, në qoftë se zgjedh anën e dritës. Duhet jemi të vetëdijshëm, nuk duhet të bëjmë padrejtësi, duhet jemi të sinqert, duhet të mos jemi agresiv, të mos marrim drejtësinë pra në duart tona, të mos reagojmë ndaj manipulimeve që mund të ndodhin ose të bijmë prepra e tyre. Dhe mbi të gjitha të përdorim atë lidhjen që kemi me hyjnoren, lidhjen shpirtërore pra, dhe intuitën tonë për të bërë mirë, për të zgjedhur anën e drejtë. Nuk tash është e thjeshtë, tash është me mirë, më thonë. Se çfarë zgjidhni është në dorën tuaj. Shenja e shigjetarit, kjo hënë plot është tek shenja juaj. E kam përmendur që në fillim deri tani të çdo shenjë që është e vendosur tek një fix që quhet Antares, që do të thonë anti-ares. Arsyeja që është anti-ares, jo sepse është e kundërta e Marsit, pra e ul luftën, përkundër asaj është sepse ngjyra e tij është e kuqe, si yll fix pra, prandaj dhe sjell luftë në jetën tonë. Sjell probleme, sjell gjakderdhje. Kjo për shenjën e shigjetarit do të thonë që do të derdhet gjak në pikat të cilat ne në të vërtetë bëjmë gabime. Kjo do të thotë që nëse jemi agresiv, automatikisht do të derdhet gjak. Gjaku nuk është thjesht në mënyrë që do të plagosëm do derdhet gjak, në disa raste mund të jetë në mënyrë figurative pra. Si rrjedhoj që të jemi shumë të vetëdijshëm, të mos bien pre e agresionit që po ndodh në këto momente në ambient, sidomos e mashtrimeve dhe manipulimeve që janë drejtuar kundrejt nesh, dhe problemeve që kemi brenda lidhjeve në çift, është shumë e rëndësishme. Në momentin që ne bëjmë impulsiv dhe reagojmë, pastaj mendohemi, shenja e shigjetarit është shenja që do të ndikohet në mënyrë automatike negative, por në qoftë se jemi gjak ftohtë, jemi më të drejtë kundrejt botës, me të themi, dhe normalisht mbajmë një farë balance drejtësi edhe në marrëdhëniet që kemi, atëherë e kemi shumë më të thjeshtë në këto momente të kalojmë edhe testimet, një lloj siç është tek shenja e akrepit, dhe të bëjmë edhe persona që bëhemi të urtë në kuptim të ditur, sepse zgjedhim dritën, zgjedhim dijen, zgjedhim anën pozitive pra. Në qoftë se zgjedhim luftën, atëherë luftë do të kemi, pra do të kemi gjakderdhje. Pikat ku preket më tepër shenja e shigjetarit janë familja dhe partneritetet, karriera preket, por më tepër preken këto të dyja. Familja në të vërtet është pika ku mund të edhe të mbështetemi, si fillim mund të keq kuptojmë ata, ose ata mund na keq kuptojnë ne, kjo është edhe arsye që mund të përballemi edhe me probleme në to marrëdhëniesh, por nëse thjesht bëjmë një ham mbrapa, as dy nuk na duan, një ham mbrapa dhe e rishikojmë edhe një situatën, e kemi shumë të thjeshtë të zgjidhim problemin me familjen. Me partnerët është pak më e vështirë, duke qenë se në shumicën e rasteve do të na duhet që të pranojmë që ne kemi bërë gabime dhe të marrim përgjegjësi dhe të ndryshojmë, të rregullojmë ato. Në këto momente, duke qenë se shenja e shigjetarit është shumë e shtypur nga ana shpirtërore, pra ka vazhdimisht një tension shumë të lartë që vjen nga jashtë, mund ta ketë pak më të vështirë që ta pranoj kur e ka bërë gabim. Dhe mbi të gjitha, një nga anët e errta të shenjës së shigjetarit është që thotë unë i di të gjitha dhe nuk pranon pra që të marrë mendimet e të tjerëve, ose nuk e dëgjon tjetrin deri në fund. Kjo është një nga anët e errta të shenjës së shigjetarit, që nga kjo anë plot mund të dalim më tepër në sipërfaqe, prandaj edhe po e them. Pra mund të bëjmë pak më tepër fanatik në mbrojtjen e asaj çfarë kanë thënë ose çfarë kanë bërë. Në lidhje me shëndetin, normal që jeni shenja më ndikuar, preket shumë pjesa e këmbëve tek ju, prandaj mos e egzagjeroni me ecjen, që e thash edhe sot faktikisht është e detyrueshme. Nga ana tjetër, pika ku duhet jeni shumë të kujdesshëm është edhe në lidhje me rrugët kardiovaskulare. Më tepër se tek zemra, faktikisht ju e keni komplet tek damarët, dhe damarët që prekin këmbët për shembull, ose komplet
që nga legjeni poshtë mund të jenë edhe më tepër problematike, prandaj nëse keni probleme në lidhje me këtë temë, do të shkoni te doktori që të merrni masën. Shenja e bricjapit nga kjo hënë plot ndikohet në mënyrë automatike shëndeti, por më tepër preket si edhe tensioni që po kryhet në këto momente. Ju duhet që të bëni disa zgjidhje shumë të shpejta, sidomos në lidhje me fillime të reja, për fillimet e projekteve ose fillimin e lidhjeve, dhe këto lidhje të shpejta të vërtet mund të jenë të gabuara. Nga një mund të çojnë të ardhur materiale të humbura kot dhe si edhe të kërkoni një trysni shumë më e madhe, sepse ajo çfarë duhet të investoni ose përgjegjësitë që keni pra mund të mos i mirëmbani dot. Kjo është edhe arsye që kjo hënë plot për ju është e lodhshme. Ka ku mund të mbështeteni janë familjarët tuaj, por sidomos partnerët. Nëse jeni brenda një lidhje sentimentale në këto momente, jeni me fat, duke qenë se këta mund të bëjnë vërtet themeli juaj ose shtylla tek të cilat mund të mbështeteni dhe mund të ndihmojnë edhe që të gjeni zgjidhje shumë më thjesht. Pra, nëse nuk jeni në një lidhje, mund ta keni pak më të vështirë jetën, nëse jeni në një lidhje, mund ta keni pak më të thjeshtë, por personat të cilët nuk janë në një lidhje sepse të gjithë janë detyrimisht, do t'i këshilloj që të drejtoheni tek familja, duke qenë se kjo hënë plot ka një kënd pozitiv edhe me Saturnin. Kjo do të thënë që nga prindrit, sidomos nga baballarët tuaj, mund të merrni mendime shumë të vëlyera ose mbështetje në disa raste, e cila ju ndihmon që ta tejkaloni këtë moment më thjesht. Nëse nuk e tejkaloni dot ose nëse ngicni dhe ngicni sidomos tek padrejtësisë që po ju bëhen në këto momente. Këto padrejtësi mund të vinë edhe nga kolegët tuaj, mund të vinë edhe nga njerëz që faktikisht nuk e keni kushtuar shumë vëmendje. Pra, mund të jenë thjesht në rrethin tuaj, nuk është se ka një ndikim të drejtë për drejt. Kjo ndomosht do t'ju lodhi shumë dhe mund të ndikojë në mënyrë të dukshme edhe shëndetin fizik, sepse do t'ju duhet që të merreni shumë për të rregulluar gjërat që faktikisht nuk e keni në dorë. Prandaj dhe që të mos fiksoheni dhe të mos e merrni dhe ju drejtësi në dorë ka shumë rëndësi. Në këtë moment nuk duhet të reagojmë, duhet thjesht të vëzhgojmë. Për ju, madje është kusht, sepse nuk është se keni shumë në dorë për të bërë. Nëse reagoni, do shkoni nga sistemi, dhe nëse i lini gjërat pas dore, normalisht që mund të dëmtoheni. Si lidhoj në këto momente thjesht të vëzhgoni situatën dhe të merrni masa që të mbështeteni tek personat tek të cilët keni besim, ka rëndësi. Dhe mbi të gjitha, në këto momente duhet të kujdeseni shumë për shëndetin fizik. Të filloni që të krijoni gradualisht disa rutina të shëndetshme është e rëndësishme, sepse në këto momente shëndeti fizik mund t'ju lërë në baltë. Dhe që të keni një imunitet të lartë për këtë arsye është e rëndësishme. Do të jetë një ndër ndikimet më të rëndësishme edhe gjatë komplet muajit qershor, prandaj që të jeni që në këto momente të përgatitur ka rëndësi. Duhet të jemi shumë të drejtë në kuptimin që duhet të themi të vërtetën, në qoftë se kemi bërë diçka të gabuar, sidomos kundrejt partnerëve të biznesit ose kundrejt kolegëve tanë, duhet të marrim përgjegjësi për atë çfarë kemi thënë ose çfarë kemi bërë. Pra nëse kemi bërë tash e themi, duhet të marrim përgjegjësi dhe të marrim masën pas të saj. Duhet të jenë disi më të distancuar, të vëzhgojmë mirë situatën dhe të kujdesem për shëndetin. Këto janë tema të cilat janë më të rëndësishme. Nëse ndjeni të nevojshme për përsëris, ata që janë brenda një lidhje mund të marrin ndihmë shumë madhe nga partnerët e tyre, ata që nuk janë në një lidhje nga familjarët mund të merrin një ndihmë më të madhe. Shenja e ujorit është shumë e ndikuar, duke qenë se Plutoni që është i vendosur në këto momente tek shenja juaj ka një kënd negativ me Marsin gjatë seanës të plot. Por nga ana tjetër mund të kemi zhgënjime të shumta që kanë të bëjnë me shoqërinë, sidomos nëse jeni pjesë e një organizate, mund ta ndjeni dhe më tepër. Pak a shumë mund t'ju largojnë nga këto lloj organizatash. Sepse ju mund të keni bërë diçka të gabuar, dhe e dyta vërtet që dikush mund të ketë punën brapa krahëve tuaj. Në këto lloj rastesh, këshilla ime do të ishte që të luftoni për drejtësi. Por kur them të luftoni për drejtësi, nuk do të thënë që të bëheni agresiv, do të thënë që të mbroni të drejtën tuaj. Nëse ju keni bërë diçka të gabuar më përpara, pra, dhe si edhe kësaj ju
është ndaluar ose jeni hequr nga këto organizatash ose grupime shoqërore, atëherë duhet të mbani përgjegjësi për gabimet që keni bërë dhe duhet vërtet të ndryshoni rrugën për që ecni, duhet jeni më të drejtë, ndërkohë që nëse është bërë padrejtësi, duhet të filloni dhe të mbroni të drejtën tuaj në mënyrë të qetë. Keni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi nëse dëshironi ta bëni këtë. Mund të merrni ndihmë nga pothuajse çdo kush, si nga miqtë tuaj të mirë, po ashtu edhe nga njerëzit tuaj të zemrës, nga personat të cilët pak a shumë mund t'i njihni që nga fëmijëria. Jeni shumë produktiv në këto momente, prandaj edhe mund të prodhoni ide të cilat mund të jenë pak a shumë të bëni që të fitoni edhe më tepër, ndërkohë që nëse jeni përballur deri në këto momente me sfida të cilat ju kanë penguar që të arrini qëllimet që keni jetë ose ëndrat tuaja, kjo është një hënë plot e cila do të thotë fillimin e mbarimit të këtyre problemeve, por normale që edhe ju duhet ta ndihmoni, duhet jeni të drejtë të zgjidhni anën pozitive ose negative, pra anën e drejtë ose të dritën ose errësirën sipas karakterit ose vendosjeve tuaja në hartë. Në përgjithësi, por përsis për shembull ujorit në këto momente ndonse shumë e vështirë, kemi një zgjidhje shumë të madhe të shumë problemeve që keni në jetë. Në përgjithësi, personat të cilët janë në fusha që kanë të bëjnë me drejtësinë, me ekonominë dhe me ushtrinë, janë persona që do të ndikohen më tepër tek shenja ujorit. Ndikimet në përgjithësi janë zgjidhjet e problemeve, por normale derisa të zgjidhen këto probleme do të testoheni në mënyrë të dukshme. Marrëdhëniet familjare nga kjo hënë plot ndikohen në mënyrë drastike, duke qenë se do të kemi ndarjen e shapit nga sheqeri. Nëse marrëdhënia me familjarët tuaj është problematike, mund të kemi dhe zhvendosje për shenjën e ujorit, madje pothuajse të menjëhershme, por në qoftë se ju jeni më të vetëdijshëm në këto momente dhe mundoheni që të fitoni pak më tepër kohë, që të mos i bëni padrejtësi kujt, pra, atëherë edhe këto marrëdhënie në të ardhmen mund të rregullohen. Nëse i prisni në këto momente, është shumë e vështirë në të ardhmen për të rregulluar. Shenja e peshqve është shenja e fundit e ndryshueshme. Tek ju kemi një ndikim më pozitiv se ç'ishte tek shenjat e tjera, duke qenë se kemi të vendosur në yjen veriore, e cila është e vendosur tek një yll fiks i cili ndihmon. Ndihma vjen në mënyrë pothuajse automatike sepse do të thotë ndihmë hyjnore. Kjo edhe nëse përballeni me probleme, do të thënë që keni zgjidhje. Në të vërtetë, në këto momente shenja e peshqve po shkon drejt rrugës të suksesit, keni shumë më tepër mundësi që të hapni shtigje, por kjo nuk vjen vetvetiu. Kjo hënë plot ka kushte për t'ja u dhënë këtë. Një në radhë të parë duhet jeni të sinqert, duhet jeni të ndershëm. Të gjitha gjërat për të cilat keni gënjur, mund të keni mashtruar ose jeni mashtruar, në këto momente jeni të detyruar që t'i pranoni dhe t'i zgjidhni. Nëse se ju vetë jeni personat të cilët keni përdorur një element ose një tjetër që keni pasur në dorë dhe keni mashtruar, manipuluar, automatikisht duhet të jeni të sinqert dhe të mbani përgjegjësi për atë çfarë keni bërë. Sidomos nëse është në lidhje me karrierën, po e nënvizoj. Nga ana tjetër, nëse i keni bërë padrejtësi familjarëve tuaj dhe i keni përdorur në mënyrë edhe të anasjellë, domethënë edhe në këtë pikë duhet jeni të sinqert dhe të filloni që t'ja u shpërbleni, pra kur ju kanë mbështetur ose pra ka shumë të shpërbleni që ju kanë duruar, pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshqve është ndikuar, por ndikimi në përgjithësi vjen në forma pozitive, që domethënë mund të keni shërim. Pika që ishte më pozitive për mendimin tim tek shenja e peshqve ishte fillimi i lidhjeve të reja sentimentale. Këto lidhje në përgjithësi janë me partnerin tuaj të jetës, duke qenë se Venusi është i vendosur tek shenja e gëforës në këto momente dhe për ju përkon pikërisht këtu shtëpia e dashurisë, pra. Dhe mund të thotë edhe hyrja në jetën tuaj e individëve të cilët janë të dërguar nga Zoti ose nga sistemi, pra partnerët tuaj në të jetës dhe seriozisht mund të krijojnë edhe një lidhje shumë më të shëndetshme. Në përgjithësi për shenjën e peshqve kemi fat në këto momente. Kjo hënë plot është shumë e lodhshme, duhet jemi shumë të drejtë, sidomos nëse kemi bërë një farë padrejtësie do të ndëshkojmë direkt, por në përgjithësi shenja e peshqve, siç e thash, e ka shumë të thjeshtë që të zgjidhë të gjitha problemet sepse ka një ndihmë hyjnore. Okej.
Këto ishin ndikimet që kisha për të thënë. Koncepte si twin flames, soulmate e të tjerë më duken koncepte ose konstrukte më të themi pak problematike, jo të shëndetshme, të cilat mund të mbajnë peng edhe brenda lidhjeve të cilat janë toksike, manipulative. Dhe ka shumë persone, kam vënë që ka shumë persona të cilët kanë qëndruar shumë më tepër se çfarë duhet brenda lidhjeve të tilla dhe janë dëmtuar shumë. Prandaj edhe konstrukte të tilla ose koncepte të tilla më duken të panevojshme. Shikoni njeriu, merreni apo s'merreni vesh me atë si person, nëse merreni vesh, okay, në rregull, po nëse nuk merreni vesh, çfarë do lloj titulli të bukur që t'i vini, domethënë nuk merreni vesh. Këto ishin ato çfarë kisha për të thënë për këtë anë të plot. Si e thash dhe përsëris, këtë video mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyle. Do t'isha vërtet shumë falenderuese në qoftë se më ndiqni. Dhe të mos harroni që të ndisni dhe atë që është zilen aty, ndonëse që të merrni edhe njoftime sa që bëj video të reja. Faleminderit edhe një herë. Nëse dëshironi informacione për te këtyre, mund të merrni gjithmonë edhe konsultën tuaj personale. Për ta prenotuar këtë konsult, mund të më shkruani nga numri i WhatsApp-it, të cilët mund ta gjeni tek të gjitha platformat e mia. Faleminderit. Pafshim.